dhe e publikoja atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës, vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë. Ndaj dhe sot jemi këtu për të paraqitur raportin dhe ndarjen territoriale që ka parashikuar grupi i punës së opozitës në parlament, dhe ky projekt do paraqitej siç pas planit për agjendës për diskutim me qytetarët, të cilët me gjithë diskutimet e bëra do kishin të drejtë të argumentonin plotësisht korrigjime, të argumentonin plotësisht shtesa, të argumentonin plotësisht riformulime. Por kjo nuk ndodhi, sepse pabesisht në mënyrë të jashtme Edi Rama u tërhoq me projektin e tij totalisht i platformës Çubrylloviçit. Do ta mbyll duke përshëndetur banorët e Poliçanit. U treguan patriot të vërtet, çfarëdo që ishin, pa parti, socialist, demokrat, me mbrojtjen që i bëjnë bashkisë së tyre, ata mbrojnë një të drejtë, ata mbrojnë një qeverisje që i duhet Shqipërisë për zhvillimin e saj dhe ndalimin e shpopullimit. Shembulli i banorëve të Poliçanit duhet të frymëzoj, dhe jam i sigurt që do frymëzoj banorët e të gjitha komunave që Edi Rama me një trënd lapsit u bie kryq, vetëm për qëllime elektorale, vetëm për qëllime të zeza elektorale dhe mafioze të pasurimit të tij për centralizuar gjithçka sa më shumë në duart e tij. Dhe ftoj të gjithë banorët e bashkive tjera të ndjekin shembullin e tyre, po ftoj edhe të gjithë banorët e bashkive të parashikuara për të ngritur, pas një studimi shumë serioz, të ndjekin shembullin e tyre. Nuk mundet më një Tiranë të marrë vendime të tilla që shkelmon interesat e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Po, faleminderit doktor, dhe unë dua të falenderoj ekspertët, deputetët për punën dhe përkushtimin e tyre për gjatë këtyre muajve për të realizuar një raport i cili do paraqitet sot. Dhe njëherëzi duhet të falenderoj banorët e Poliçanit, por edhe të prenjasit për aktin e tyre protestues dhe dolën kundër idesë së shkrirjes së bashkive të tyre. Dhe madje do ftoja dhe banorët e tjerë, sepse shkrirja e një bashkie do thotë largim i shërbimeve, mungesë përfaqësimi, rrëzim i llogaridhënies dhe pasoja më e fortë që u bë e ditur është pikërisht edhe shpopullimi dhe largimi i banorëve nga trevat dhe zonat e tyre. Ka pasur një dilemë në ambientin publik, por edhe mediatik shqiptar, pse Partia Demokratike mori pjesë në këtë komision të reformës zgjedhore, madje duke shtuar përcaktimin kur dihesh që Partia Socialiste kishte një projekt paraprak politik si as nën mëng për ta nxjerrë në çdo moment